Dëshmori Gaspar Karaçi është përkujtuar sot në përvjetorin e 27 të rënies së tij. Në ndërim të veprës dhe kontributit familjar, me që bashkëpunëtor bën homazh ndërimi, duke vlerësuar Gasparin si një luftëtar trim dhe të pathyeshëm në secilin betejë. Bashkëshortja e dëshmorit Karaçi, Bora Karaçi, mes emocionesh u shpreh se kjo ditë aq sa shënon dhimbje, një lloj edhe krenari. Kjo ditë është shumë e veçantë, por janë si gjithë ditë tjera, por kjo është diçka më e veçantë, është një ndjenjë, një emocion i papërshkruar, sa i dhimbshëm aq edhe krenar. Është një ditë plot edhe dhimbje, por jeta i ka këtu, ai jetën e ka dashur shumë, por edhe ka një ideal i tina në këtë formë. Gjevdet Thaçi, kryetari i organizatës së veteranëve dhe invalidëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Dega Has, falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen në homazhe, duke rikujtuar edhe një herë veprat dhe sakrificat e dëshmorit. Bashkëftetor, kemi edhe një bashkëftetor i cili ka mbjetuar nga zona e Istogët, Arben Gorçin. Ju falenderojmë për pjesëmarrje të ndërimit të dëshmorit e kombit Gaspar Karaçi. Nuk është rasti sot, po ishte edhe dikur më herët se shqiptarët janë të bashkuar, siç na bashkoi dëshmori i kombit, siç na bashkoi klerik fetar, dhe jemi të bashkuar kështu. Edhe një ndërim edhe një respekt, sepse edhe ne kemi një djalë që vjen nga zona Hasit. Është një ndërkomandant më të tërshquar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zot Anton Çuni. Kështu që edhe herë lavdi dëshmorëve. Pas homazheve të lapidari, të pranishmit vendosën kurora me lule edhe tek varri i dëshmorit Gaspar Karaçi, i cili u vlerësua për veprimtarinë e tij atletare dhe trimërinë e pashoq.